Aktrim nuk bën dot, se s'mundesh me bë dot. Unë shumë gjëra i kam paramendu me i bë, edhe shumë gjëra nuk kam mujt me i bë. Çka? A që kallëzon dikuj një fitusit tashëm, se si dihet mundet me marrë si mësim këta prej teje? Qa ka mendu në? Po, çka ke mendu, çka s'ke mujt me bo, çka të ka Shikon, po flas që nga gjëja bazike që unë gjithmonë e kam menduar se unë do ta bëja për ditë. Për ditë unë kam menduar se do ndrejqesha, do isha për ditë shumë e bukur dhe e lyer. Që nga kjo fillon kur unë sa unë ndjeva që rehat, sa harroja dhe kamrat e dekreta, sa unë as nuk lyesha më. Ka mendu gjithmonë parë se të futesh në emision, unë do jem për ditë e lyer, do ishtri flokët për ditë, do vishem bukur, shumë mirë, ama njo, do me thënë nuk është ashtu, a kupton. Me thënë shumë gjëra njeriu i mendon për t'i bërë, ama kur futesh aty dhe kur je vetë dhe po jeton aty, nuk është po njësoj. Si shumë plana që i bën edhe kur del njeriu në disko apo në klub apo ti thu çe po pi edhe një çe po bëj edhe kështu që tash e bojnë këto dhe nuk më rrin këtë sendet me i bë. Po edhe në punë ku i bën planat është të njëjtë. Edhe sa për pjesën sepse është e përditshme kjo dhe normalisht. Asnjëherë nuk të ndodhe edhe sikur të dush me bë aktrim nuk e si ta bësh aktrimin me gjithë ato njerëz, e kupton? Se nuk i komandon dot, se gjithë secili ka tipin e vet, karakterin e vet edhe nëse unë e hedh një fjalë ose diçka, nëse unë e pas kam skanuar atë fjalën me trurin tim, unë nuk e di që tjetri reagon. A kupton? Do me thonë unë nuk mundem me mbajt aktrimin veç me vetë